tek vetja jonë. Kemi mbetur tani vetëm tek një çështje, siç u tha dhe ajo çfarë u tha për të vërtetë në mbledhjen ndërqeveritare, kemi mbetur tek një arsyetim, a do të ketë Shqipëria sapo pranuar dhe Malizi në të njëjtën kohë. A do të kenë të drejtën e vetos apo s'do ta kenë? Dhe me sa duket, ky është elementi për të mos pasur të drejtën e vetos. Atë çfarë tha Edi Rama, e tha fare qartë që ne s'kemi ardhur për të vënë veton, e tha në mënyrë shumë të thjeshtë. Kështu që edhe nëse nuk kemi të drejtën e vetos, çfarë do të thotë kjo tani? Kjo do të thotë se do kemi një periudhë kohe, do kënaqim në një farë mënyrë, në thonjza do kënaqim një pjesë të skepticizmit të disa shteteve, që do t'ju vi përmbar dhe për mirë në politikat e tyre të brendshme, që në fundit në luftën për të pranuar ose për të mos e pranuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, do të konsiderohen fitimtar, mos harrojmë sa do të shkojnë parlamentet e tyre. Edhe do thonë, ne fituam një gjë, fituam që Shqipërinë e pranuam pjesërisht. Në kuptimin që ju e dini në politikë se cili mburret për gjërat e pjesshme, nuk mburret për gjërat totale. Dhe kështu që do jetë një fitore, do t'i bëjmë një lëshim edhe atyre që s'na kanë qef. Dhe kur s'na ka qef një parlament i caktuar, do të thotë se nuk na ka qef një pjesë e madhe votuesve të atij parlament. E kjo është arsyeja pse kjo gjë bëhet e para. Dhe dyta, në radhën e këtyre shteteve, sigurisht ne kemi pasur shumë shtete shumë kombe që se kanë dashur pranimin e Shqipërisë. Tani kanë mbetur skeptik, kanë mbetur Holanda dhe është shprehur deri kohët e fundit Gjermania.